Ua, moj mami, fitova. Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish edhe ditën e sotme me mua Tirona Lilin për të sjellur lajmet edhe ngjarjet më të fundit që kanë të bëjnë nga jeta tashmë e ish fermerëve. Nga deri mbrëm ishin fermerë, sot janë shndruar në ish fermerë. Mimoza Ahmeti, fenomeni I cili na fasionoi të gjithëve, gruaja e cila të gjithëve na bëri për vete, na bëri ta duam, na bëri ta duartrokasim, na bëri të qëndrojmë pranë saj, ditën e sotme ka bërë një reagim për herë të parë. Në Instagramin e saj, që tashmë Mimoza do të thënë është ndeshur me realitetin, ajo e ka parë që nga Instagram me 1.000 followers, Mimoza ka arritur që t'i merr për afat rekord 100.000 followers dhe vazhdon të rritet. Jam I bindur që tashmë edhe më shumë sepse e vetmja dritare e komunikimit me Mimoza Ahmetin do t'jetë në Instagramin e saj, në platformat e saj digjitale, aty ku në fakt që natën e mbrëmshme ferma VIP ua ka dhënë më të gjitha adresat fermerëve. Mimoza ndjehet tepër e lumtur, ndjehet tepër e gëzuar, në fakt I duket e pabesueshme e gjithë kjo arritje, I duket e pabesueshme I gjithë ky sukses. Nga shkrimet e Mimoza Ahmetit në rrjetet e saj sociale, unë kuptoj që Mimoza e ka kërkuar këtë gjën, por siç e thash edhe më herët apo më konkretisht ditë më parë, do të thënë nuk I është dhënë. Mimoza ndjehet komplet e shokuar nga ajo se çfarë është bërë me të jashtë. Natën e mbrëmshme, menjëherë me përfundim të spektaklit të fermës VIP, një spektakël I jashtëzakonshëm, Mimoza Ahmeti, së bashku me të gjithë fermerët e tjerë të cilët ishin prezent, në fakt nuk ishin të gjithë fermerët, ishte një numër goxha pak I fermerëve të cilët kishin shkuar në spektaklin final. Mimoza ka shkuar në Magic Lab, aty ku në fakt kanë festuar, janë argëtuar e janë kënaqur deri në orët e para të mëngjesit. Duket Mimoza me të gjithë fermerët, do me thënë kanë zbutur zemrat tashmë me Sarën. Moza tashmë po jeton në paqe siç duket me të gjithë fermën. Shoh një mozë shumë të gëzuar, shoh një mozë shumë të lumtur, sepse moza ka arritur ta kupton, do me thënë me daljen tashmë në liri, si me thënë, nga ferma, ka arritur ta kupton që është shndruar në një fenomen dhe zakonisht sukseset e saj të jashtëzakonshme, të paimagjinueshme, të pa, do me thënë të pa imagjinuar fare, Mimoza Ahmeti I manifestonte me vallëzim, I manifestonte me dashuri, I manifestonte me lumturi dhe realisht natën e mbrëmshme unë shohja edhe ju që shikoni, do me thënë një Mimozë e cila vërtet di të dhuroj një emocion, vërtet di të dhuroj një pasion dhe një energji shumë të mirë. Do me thënë kemi Mimozën e cila di të na jep të gjitha gjërat e bukura. Unë mendoj që Cezari merr atë që meriton dhe Mimoza në fund të ditës mori atë që meritoi. Nga informacionet që unë kam arritur të kuptoj, do me thënë festa ka zgjatur goxha shumë, deri në orën 4-5, mos themi 6 të mëngjesit, ku fermerët janë argëtuar, kanë kërcyer, kanë manifestuar fitoren e Mimozës. Tani jo të gjithë kanë qenë të lumtur, por në momentin që të gjithë kanë dalë nga ferma e kanë kuptuar që Mimoza është shndruar në një fenomen dhe me patjetër duheshte që ta duartrokasin, me patjetër duheshte që ta duan, sepse Mimoza ka një fanbase shumë të gjerë dhe një fanbase shumë të madh. Festa u bë edhe më e bukur me ardhjen e të dy vajzave të mozës, ku njërën e takonte pas 2 vitesh dhe tjetrën e takonte pas një periudhë më afat shkurtër. Edhe pse në fakt kishte nga këto komente që ishte një marrëdhënie shumë e ftohtë, ishte një nën shumë e ftohtë, por unë mendoj që Moza është artiste dhe di të bëj vetë kontrollin të emocioneve. Në fest ka qenë edhe Bujaka, ka qenë edhe Soni, ka qenë edhe Iliri, do me thënë të gjithë fermerët kanë qenë të pranishëm të fermës VIP, kanë qenë të pranishëm në fest ku janë argëtuar dhe janë kënaqur deri në orët e para të mëngjesit. Unë sinqerisht
I uroj Mimozës që Mimoza të jetë gjithmonë e ktill, do me thënë të jetë vetja. Më pëlqeu pyetja që ja bëri Arbana, a jeti kjo apo e ke strategji? Mua nuk më duket strategji, me thënë drejtën, më duket mimoza, sepse nuk mundesh 100 ditë ti të luash një rol, nuk mundesh 100 ditë ti të mbash një strategji, nuk mundesh 100 ditë ti të mos të jesh vetvetja dhe të jesh një personazh i inskenuar që nga jashtë. Unë mendoj që moza është vetja, biles ajo kaloi përtej vetes për të dhënë spektakël dhe për të dhënë show, dhe këtë gjën e ka potencuar gjithmonë që unë kam dalë përtej vetes time. Ajo është shumë falenderuese ndaj të gjithë publikut, do me thënë ajo nuk ka fjalë për ta shprehur gjithë të falenderim. Unë e di që Mimoza do sillën edhe një video dedikuar të gjithë fansave të cilët e deshten, e mbështetën, i dhuruan dashuri, i dhuruan përkrahje, i dhuruan ato emocione që Mimoza nuk arrinte dot edhe ti percepton, do me thënë se çfarë po ndodh jashtë, por unë mendoj që diti ta mbajnë linjën e lojës, diti të argëtoj publikun dhe diti të dhuroj spektakël. Mimoza tashmë është në ditët e saj më të bukura, jeton këto ditë, i shijon këto ditë. Unë shpresoj që gjithmonë kështu t'i shkon pas fermës. Tani Mimoza ka një verë të mbarë që i bindur jam që komplet kohën tani njerë do t'ua kushton vajzave të saj, për të cilat e kishte marrë malli shumë. Do të çmallet dhe me Leon, partnerin të saj të jetës, të cilin e ka marrë për ta ndihmuar, dhe jam i bindur që nga çmimi 129.000 euro Mimoza do të kontribon tek djalin në fjalë për t'i dhuruar një energji të mirë, për t'i dhuruar një pozitivitet dhe për t'i dhuruar një lumturi, sepse ka pas si dhurat në jetë, dhe unë mendoj që Zoti e ndihmoi Mozën në këtë dimensioni dhe ja hapi rrugët që Moza të tregon vlera të veçanta që realisht ne nuk kemi mësuar që t'i shohim në ditët ku ne jetojmë. Mimoza duket e gëzuar dhe mbrëm e pash Mimozën tepër allegri në atë që kishte arritur. Unë do ta kisha lutur, sepse mesazhet e mia me patjetër që bëhen shumë virale, do ta kisha lutur që Mimoza të na adresonte një video duke komentuar për fansat e saj, duke i treguar emocionet e para, se si ajo ndjet në fakt që nga momenti kur doli nga ferma, si e përjetoi atë moment fantastik dhe çfarë ajo bëri dhe çfarë ajo ndjeu gjatë kohës kur ishte pjesë e fermës, dhe se si e merrte ajo, do të thënë atë se çfarë po ndodhte jashtë. Ju vazhdoni tashmë të na ndiqni me subscribe. Unë do takohem si gjithmonë çdo ditë me ju për të komentuar mbi artistët shqiptar, mbi dinamikat e tyre dhe mbi të pathënat. Jam këtu me ju, vetëm klikoni butonin subscribe.